Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takojmë sërish së bashku, këtë herë për të komentuar Rozana Radin. Rozana Radi, një artiste mrekullueshme e muzikës shqiptare, e artit shqiptar, aktiviteti i saj në Instagram nuk ka të ndaluar. Rozana çdo ditë po poston foto profesionale nga aktivitetet e saj, nga këngët që do të sjellën, nga projektet e saj, nga e gjithë bota e bukur e një artistes. Rozana po punon me një intensitet të avasht, por të sigurt. Në fakt, kjo është karakteri i Rozanës, kjo është ajo identiteti i Rozanës. Është një artiste që po të hulumtojmë dhe po të analizojmë karrierën e saj, nuk i ka bërë gjërat me nxituar. Do me thënë, ka bërë tema, ka prek histori, ka prek situata, që këngët e Rozanës, edhe sot e kësaj dite, edhe në qoftë se është të kënduar para 10 vitesh, thyen tabu dhe prekin akoma historitë e shoqërisë. Do të thënë, Rozana i ka kënduar gruas, femrës, që sot është akoma tabu kryesore në shoqërinë shqiptare. Rozana i ka kënduar dashurisë, që dashuria vazhdon të mbetet pjesë. Rozana i ka kënduar besimit të një femrës tek një mashkull, që sot mbetet akoma dhimbje tek të gjithë dashuritë. Do të thënë, është një artiste që këngët e saj kanë peshë dhe pikërisht kjo është artistja. Artistja është ajo e cila bën një projekt dhe projekti i saj dëgjohet për vite, për shekuj, rikëndohet, ripostohet gjithmonë. Dhe Rozana Radi është një identitet që nuk bie lehtë, dhe një artiste që ka punuar me ndershmëri, me shumë dashuri për të ardhur ku është. Dhe Rozana ka ardhur. Sot flasim për një projekt të cilin e presim me shumë dashuri. Në fakt është një projekt që ka nisur që pas daljes nga Big Brotheri, por duke që punohet me një intensitet shumë të lartë. Okej, duke u bazuar te klipe që ka Noizi, nuk ka një klip të thjeshtë apo Jon Gzerka. Dhe Rozana presim që të na vijë me një super projekt të bukur që do të na trondisë të gjithëve. Një projekt i cili besoj që do të na merr zemrat e të gjithëve dhe do të pasionohemi pas punës së saj. Së shpejti Rozana do të sjellën këngën e parë pas Big Brotherit me Noizin dhe Jon Gzerkën. Është kënga Lule Bor, por një Lule Bor e kënduar në verë, një Lule Bor e kënduar në det, një Lule Bor e kënduar në adrenalin, një Lule Bor me ritëm. Është Lule Bor e para shqiptare që do të na çeli në verë këtë vit. Dhe Rozanën do ta presim me super surpriza. Rozana në Instagramin e saj e ka bërë publike. Jemi shumë afër finalizimit të projektit dhe në kanalin zyrtar të Rozanës do të shohim super projektin Noizi, Jon Gzerka dhe Rozana Radi me një Lule Bor, por në mes të verës.